Kreshma e Pashkës Ortodokse është një kreshme veçantë me karakter të thellë pendimi, si periudhë përgatitore për kremtimin e Pashkës. Kreshma e Madhe ka filluar të hënën dhe zgjat deri në kremtimin e Pashkës më 1 maj. Besimtarët ortodoks zbatojnë me përpikmëri ritet e kreshmës, duke hequr dorë nga konsumimi i mishit, i vezës dhe produkteve të bulmetit, ndërsa si shprehen edhe vetë, më e rëndësishme është dashuria për njerëzit dhe mirësjellja. Ne nuk kam mish, nuk kam vezë, nuk kam bulmet. Vaj, am dhe gjerë të shtumrema që thuajt Krishtu në gjallë që ajt mishi ose stupa magjiricë, atëre ne prishim kreshmën. Zoti nuk të ndihmon që të mbash kreshmë edhe me në anën tjetër pasaj të shash, të besh, të mbash në përgoje. Kjo nuk është kreshmë. Duhet të jesh shumë e pastër në vetveten tënde, të mos bësh të liga, të mos miresh me thash e theme dhe i lutemi Zotit, po t'jesh me Zotin, Zoti të ndihmon. A është detyrim për të gjithë të krishterët ortodoks që të mbajnë kreshmën? Jo, nuk është. Kush e ka në shpirt dhe është i pastër dhe beson në Zoti, ajo duhet t'i mbajë. Kreshma e Madhe është periudha më e rëndësishme e reflektimit shpirtëror, simboli i sakrificës dhe devotshmërisë.